Kryeministri Rama I përgjigjet gjyqtarëve, deklaratat për pagat janë të papranueshme, shoqata është bërë si parti politike pa lidhje me pushtetin gjyqësor. Parlamenti diskuton situatën e sigurisë në gjykata pas vrasjes në krye të detyrës të gjyqtarit të apelit Astrid Kalaja, kërkohet rikthimi I forcave të policisë. Ekzekutohen 20 nga 33 masat e sigurisë për dosjen Kurum, prokuroria thotë se mbetjet janë të rrezikshme, kompania tentoi ta fshihte këtë fakt. Banorët e Royallit në Velipoj vijojnë protestën kundër ndërtimit të resortit turistik, por plasen me forcat e policisë, një prej tyre humb ndjenjat. Përshëndetje zonja dhe zotrin, do t'jemi së bashku në edicionin informativ të orës 15 në ekranin e televizionit kombëtar Vision Plus. Deklaratat e gjyqtarëve për çështjen e pagave janë quajtur të papranueshme dhe të pajustifikueshme nga kryeministri Rama. Ai e krahasoi shoqatën e tyre me një parti politike që nuk ka asnjë lidhje me pushtetin gjyqësor. Rama nënvizoi se rritja e rrogave do t'i kushtoj buxhetit të shtetit 37 milionë euro. Kryeministri Edi Rama ka paralelizuar qëndrimin e shoqatës së gjyqtarëve lidhur me çështjen e rritjes së pagave me atë të një partie politike. Sipas Ramës, kërkesat e tyre nuk janë të drejta, ndërsa po kërkojnë të ndërhyjnë në politikën e pagave. Befas shoqata e gjyqtarëve shfaqet publikisht si një parti politike me një gjuhë të papranueshme dhe të pajustifikueshme për ata të cilët përfaqësojnë pushtetin gjyqësor, pra përfaqësojnë një pushtet I cili arbitron dhe jo një arbitër I cili thot bilbili është imi, topi është imi. Shefi I ekzekutivit nuk I kuseu ironit, duke I sugjeruar gjyqtarëve që të regjistrohen si forcë politike. E gjithë kjo tymnaj populiste, po kush jeni ju që I jepni vetes të drejtën të bëni përcaktime të tilla? Tymnaj populiste. Jeni parti politike, regjistrohuni si parti politike, dilni në garë edhe mbroni platformën tuaj dhe pastaj bëni dhe ju siç bëjnë plot luftën. Rikujtoi se rritja e pagave të gjyqtarëve, sipas kërkesës së tyre, do t'i kushtonte 37 milion euro buxhetit të shtetit. Ju kërkoni që paga në gjykatën e lartë shkoj 5.800 euro. Dhe ju kërkoni që pagat e prokurorëve të Spakut, të cilët edhe herë tjetër për Spakun e veçoj sepse nuk I është bashkuar dhe respekte, nuk I është bashkuar kësaj përpjekje absurde. Nuk ka firmosur për të qenë palë në gjykatë kushtetuese për ta çuar pagën e vet 9.800 euro. 9.800 euro. Rama nënvizoi se shoqata e Unionit të Gjyqtarëve është e pezulluar nga qendra kombëtare e biznesit, sepse nuk kanë paguar detyrimet tatimore dhe kontributet shoqërore. Janë dy fish më të lartë. Vetëm disa orë pasi kryeministri Rama kritikoi kërkesën e gjyqtarëve për rritjen e pagave, shoqata e prokurorëve u solidarizua me tokat e zeza. Në një deklaratë zyrtare thuhet se çdo formë retorike që synon të kthejë opinionin publik kundër magjistratëve nuk I shërben forcimit të shtetit të së drejtës, por ky qëndrim është cilësuar si absurd nga kreu I qeverisë. Sipas kryeministrit, pavarësisht çdo retorike, qeveria nuk do të ndërmarrë asnjë hap për të rritur pagat e magjistratëve. Në fund, Rama kritikoi punën e prokurorëve duke thënë se ata kanë shkelmuar si askund në Europë prezumimin e pafajësisë duke I kthyer arrestet me burg pa gjyq në një praktikë rutinë e cila ka njollosur Shqipërinë botërisht. Për liderin e opozitës Ali Berisha, gjykata kushtetuese është vendosur plotësisht në shërbim të Edi Ramës, duke ju referuar çështjes Balluku, kreu I PD-s-ta, se ky institucion është kthyer në strofullën e hajdutëve. Berisha mbrojti gjyqtarët lidhur me kërkesën e tyre për rritjen e pagave. Kryetari I Partisë Demokratike Ali Berisha artikuloi akuzatash prandaj gjykatës kushtetuese, e cila edhe dje nuk arriti të marrë një vendim nëse Spaku mund të pezullojë apo jo nga detyra zëvendës kryeministren Belinda Balluku. Në një konferencë me gazetarët, Berisha deklaroi se kushtetuesja është ndëruar në strek ku mbrohen të korruptuarit. Në një akt
ekstrem vetë poshtrimi, ata të cilët kushtetuta i përcakton si garant të saj dhe i ka vendosur në pjedestalin më të lartë të piramidës pushtetit gjyqësor, ata po faktojnë para syve tuaj se janë strofulla e fundit e hajdutëve të narkoshtetit. Sipas Berishës, gjykata ka treguar në këtë çështje se zbaton urdhrat e kryeministrit. Kurse këta të paftyrë marrin pen institucionin kryesor të drejtësisë, gjykatën kushtetuese. Tjetri ngrihet si një degenerat njerëzor, si ai nuk ka tjetër. Edhe iken nga mbledhja, iken nga takimi. Berisha komentoi edhe kërkesën e gjyqtarëve për rritjen e pagave. Ai shpjegoi se në parim pagat janë kompetencë e qeverisë, por vuri në dukje se mazhoranca socialiste ka bërë vetë ligje në këtë mënyrë e kërkesa e gjyqtarëve për rritje page është e drejtë. Kurse ky vetë ka votuar piramidën, vetë ka votuar në kushtetut, ligjin, ç'po kërkojnë shoqata e gjyqtarëve dhe gjykatësit, të zbatojnë ligjin. Prandaj dhe unë nuk do isha kurrë në mbështetje të tyre, po të mos ishte kjo. Sipas kryetarit Partisë Demokratike, në këtë situatë ku ndodhet vendi, me një gjykatë kushtetuese që nuk merr dot vendim për përplasjet mes Spakut dhe kryeministrit Edi Rama, rruga e vetme janë protestat. Siguria ushqimore dhe cilësia e produkteve shqiptare mbeten sfida më e madhe sa i takon anëtarësimit në Bashkimin Evropian. Për këtë qëllim, qeveria ka bërë gati një paketë ligjore, e cila ka në fokus mbrojtjen e shëndetit të konsumatorëve. Një paketë re ligjore për forcimin e kontrolleve dhe sigurisë ushqimore është gati nga qeveria. Kjo nismë e re, e cila pritet të vijë së shpejti në parlament, është në përmbushje të direktivave të Komisionit Evropian për kapitullin e bujqësisë, i cilësuar si më sfiduesi sa i përket procesit të anëtarësimit në Union. Të përmirësojmë zbatimin e legjislacionit, forcimin e kontrollit, se si zbatohet legjislacioni i sigurisë ushqimore, rritjen e kapaciteteve të autoritetit kombëtar të ushqimit, si pjesë e varësisë direkte të ministrisë, dhe zhvillimin e laboratorëve dhe garantimin e standardeve në pikat e kontrollit kufitar. Të mos harojmë që një prej sfidave më të mëdha në procesin e sigurisë ushqimore, edhe në atë që transmeton media shpesh, janë ushqime të skaduara që hyjnë nga jashtë. I pranishëm në mbledhjen e Këshillit Kombëtar të Integrimit Evropian ishte edhe ministri i bujqësisë Andi Salla, i cili vuri theksin te kontrollet e produkteve të importit dhe eksportit. Adresimi i rekomandimeve në raportin e Komisionit Evropian 2025 në fushën e sigurisë ushqimore, veterinarisë dhe fitosanitarisë përbën një komponent thelbësor në ecurinë e Shqipërisë në procesin e Bashkimit Evropian. Përmbushja e kritereve në këtë kapitull nuk kufizon vetëm parafrimin e legjislacionit, por kërkon ndërtimin dhe funksionimin efektiv të një sistemi kontrolli të baravlefshëm me atë të Bashkimit Evropian. Të pranishëm në tryezë, përfaqësues të grupeve të interesit, theksuan se progresi sa i përket këtij sektori është ende i vakët, por ishte ministri Salla që i siguroi se qeveria do të ndërmarrë hapat e nevojshëm për të rregulluar sistemin. Leraje të reja kanë dalë në dritë nga dosja e kontenerëve me mbetje toksike. Hetuesit kanë arritur të provojnë se kurum dhe personat e përfshirë në këtë aktivitet ishin në dieni të plotë të rrezikshmërisë së tyre. Sipas prokurorisë, lëndët në kontener kishin përmbajtje të rrezikshme për shëndetin e njeriut. 20 nga 33 masat e lëshuara të martën për mbetje toksike të kurum janë ekzekutuar. Policia e Durrësit dështoi të arrestoi 13 persona, mes të cilëve 5 përfaqësuesit e shoqërisë Kurum dhe pronaren e kompanisë Sokolaj, që kishte blerë mbetjet për t'i tregtuar në Tajland. Nga dosja hetimore del se të dyja shoqërit kishin paraprakisht informacion se natyra e mbetjeve ishte e rrezikshme në shkelje të çdo legjislacioni, atij kombëtar dhe ndërkombëtar. Provohet në mënyrë të arsyeshme se prodhuesi mbetjeve të rrezikshme Kurum është në dieni të plotë të ndalimeve ligjore kombëtare për menaxhimin e integruar të mbetjeve, për adherimin e Republikës së Shqipërisë në Konventin e Bazelit, për kontrollin e lëvizjeve ndërkufitare të mbetjeve të rrezikshme dhe asgjësimin e tyre, kodit doganor e të tjerë.
ka kryer njësër veprimesh në bashkëpunim me subjekte të tjera për të mbuluar natyrën e vërtet të mbetjeve dhe për t'i eksportuar jashtë Shqipërisë e për t'i tregtuar ato brenda territorit shqiptar. Kështu nga mostrat e marra në 11 prej 102 kontejnerëve të sekuestruar me mbetje, organi akuzës pas ekspertizës zbuloi praninë shumë të lartë të oksidit të zinkut, hekurit, të shoqëruara me plumb, bakër e shumë metale të tjera helmuese që shkaktojnë kancer. Nga akti ekspertimi rezultoi se materiali i analizuar është pluhur i grumbulluar nga sistemet e filtrimit të gazrave të furrës elektrike të çelikut. Nga mostrat e marra nga kontenierët e sekuestruar të shoqërisë Kurum, konstatohet prania e elementëve dhe përbërjeve të tyre që përbëjnë rrezik për shëndetin e njeriut dhe mjedisin, që lidhen me rrezikun e toksicitetit për riprodhimin dhe ekotoksicitet, veçanërisht ndaj ekosistemeve ujore. Kontejnerët me 2800 ton mbetje që kishin destinacion Tajlandën u kthyen në nëntor të 2024 në vendin ton, pasi organizata mjedisore Basel Action Network ngriti alarm se brenda tyre fshiheshin tonelata me mbetje të rrezikshme. Kontejnerët po mbahen të sekuestruara në një fushë të hapur në Porto Romano të Durrësit. Bashkëpunëtori në vrasjen e ish policit Gentian në Betja është dënuar me 24 vjet burgim. Ilir Beqira është personi që ndihmoi ekzekutorin të largohej nga vendi i ngjarjes pas krimit. Gjykata e Tiranës shpalli fajtori Ilir Beqarajn për ekzekutimin e ish policit të burgjeve Gentian Betja. Ai u dënua me 24 vjet heqje lirie. Atentati i 15 marsit të 2024-s brenda rrethimit të shtëpisë së Betjes rezultoi fatal pasi 30 plumba nga 50 gëzhoja që u gjetën e lanë atë të vdekur në vend. Krimi ndodhi në fshatin Larushk të Fushkrujës, ndërsa vetëm pak momente pas ekzekutimit, policia gjeti një automjet Land Rover të djegur në një rrugë dytësore që nga hetimet u zbulua se është përdorur nga autorët në vend ngjarje. Pas djegjes së makinës, i dënuari ndihmoi atentatorin Flodian Plaku të largohet. Ky i fundit humbi gjurmët deri në 3 gusht të 2025-s, moment kur ra në prangat e policisë. Hetimet nxorrën zbuluar se Ilir Beqaraj, përpara se të kryej atentati, e ka vëzhguar Gentian Betjan pranë shtëpisë së tij me po të njëjtin mjet, gjë që është provuar nga GPS-i i makinës që kishte marrë me qira për të kryer krimin. Gentian Betja ka rënë edhe më herët pre disa atentateve të mbetura në tentativë në 2016, në 2022 dhe në korrik të 2023-shit. Për këtë të fundit, ish polici i shpëtoi atentatit, ndërsa viktim mbeti kunati i tij Ramazan Sino dhe u plagosën 2 fëmijët e mitur, 10 dhe 13 vjeç. Dyshimet janë se vrasja e tij lidhet me disa krime të ndodhura në Tiranë, Durrës dhe Fushkruj, për të cilat viktima ose ka qenë pjesëmarrës ose ka patur djeni. Kryetari i Këshillit të Lartë Gjyqësor kërkoi nga Parlamenti masa shtesë për rritjen e sigurisë në gjykata, me styra e renditur riktimin e forcave të policisë, ndërtimimin e objekteve të reja, si dhe investime në strukturën e brendshme. Parlamenti dëgjoi sot institucionet e sistemit të drejtësisë e përfaqësuesit e qeverisë për problematikën e sigurisë në gjykatat e vendit, çështje e cila u vendos në plan të parë pas vrasjes së gjyqtarit Astrid Kalaja në gjykatën e apelit në Tiranë një vit më parë. Para Komisionit për mbikëqyrjen institucionale, kryetari i Këshillit të Lartë Gjyqësor Ilir Rusi deklaroi se policia duhet rikthehet në gjykata, por për të garantuar sigurinë duhen godina të reja, mbështetje financiare e ndërhyrje ligjore. Duhen forca të dedikuara, unë s'po them forcat armatose, po forca policore të dedikuara, apo punojës të trajnuar për rritjen e këtyre qëllimeve. Ka gjykata në cilët edhe nëse ju na jepni një port detektori apo një skaner bagazhe, si kundë dhe ne na kontrolluan pajisjet kur hym në mjedisat e Kuvendit të Shqipërisë, nuk e ku e vendos atë. Zëvendës ministri i Brendshëm Xhemal Qefalias sqaroi se në 3 vitet e fundit ka pasur 23 incidente ku është kërkuar ndërhyrja e forcave të policisë në gjykata. Ne jemi të hapur nëse Këshilli i Lartë Gjyqësor, që unë e kam përpara dhe kërkesën që ka paraqitur pranë Kuvendit, kërkon që të ndryshojë diçka në mënyrën e organizimit përgjithshëm, jemi disponibël të hapur për të bashkëvepruar. Në fund të mbledhjes së komisionit, kryetari Fatmir Xhafaj sqaroi se i gjithë procesi vizitave në gjykata, prokuroria apo në disa institucione të tjera, së bashku me seanca dëgjimore është ndërmarr pas kërkesës së Këshillit të Lartë Gjyqësor që Parlamenti të ndërhyjë e të garantojë sigurinë në gjykatat e vendit. Xhafaj shpjegoi se vendimet janë marrë me konsensus e kalendari i punës është përcaktuar gjithashtu me konsensus.
Edhe pse nuk e përmendi SPAK-un në refuzimin e prokurorisë posaçme që deputetët zhvillonin një vizitë në këtë institucion, Xhavaj sqaroi se këto takime nuk synojnë të ndërhyjnë në punën e institucioneve të pavarura. Shqipëria është republikë parlamentare. Kushtetuta i ka përcaktuar një rol të veçantë kuvendit dhe deputetëve si përfaqësues të vullnetit të popullit. Kuvendi në ushtrimin e kompetencave të tij kushtetuese të ligjvënies dhe kontrollit parlamentar shërben edhe si hapësirë dialogut institucional, ku ndërtohet mirë kuptimi ndërmjet pushteteve dhe konsolidohet kultura e bashkëpunimit ndërinstitucional. Normat dhe praktikat parlamentare nuk e shohin kurrësesi funksionin kushtetues të mbikëqyrjes parlamentare si monitorim të institucioneve të pavarura dhe sidomos ndaj veprimtarisë së tyre. Ndaj dhe nuk kanë as pak karakter ndërhyrës apo vlerësues mbi çështje konkrete të çdo natyre qofshin ato. Kryetari i Komisionit Fatmir Xhavaj solli në vëmendje se vizitat monitoruese janë praktikë që Parlamenti e ka ndjekur prej shumë kohësh edhe gjatë legjislaturës kaluar. Ndërtimi i resortit në zonën bregdetare të Rjollit në Veli Po nxori sërish banorët në protestë, ata tentuan të bllokonin punimet dhe përpasoj janë përplasur edhe me forcat e policisë. Për të tretën ditë radhasi, banorët e Rjollit në Velipoj të Shkodrës vijuan protestën kundër ndërtimit të një resorti luksoz Buzdetit. 25 banorët që u shoqëruan një ditë më parë janë liruar dhe janë rikthyer sërish në protestë me pjesën tjetër, por nuk kanë munguar përplasjet me efektivët e policisë, të cilët i kanë larguar nga rruga ku kanë nisur punimet për ndërtimin e resortit. Gjatë përplasjes me policin, një prej protestuesve nuk është ndjerë mirë dhe ka pësuar gjendje të fikti. Në këtë moment, protestues të tjerë kanë ardhur në ndihmë. Banorët paralajmërojnë për shkallëzim të protestës, përfshirë bllokimin e rrugëve dhe një tubim para dyerve të SPAK të Inten. Ata kundërshtojnë projektin që sipas tyre rrezikon 80 banesa dhe pretendojnë se pronat po u merren në mënyrë të padrejtë për t'i hapur rrugë ndërtimit. Nuk na ka sqaruar kush, ne kemi çu provat tona dhe I kena dhënë SPAK. SPAK-u nuk na është përgjigj. Nesër do jem të gjithë si fshatar, të gjithë para SPAK-ut për të kërkuar se si është vepruar deri tani me këto që ne kemi kallëzimin. Çfarë të thonë na? Po na gabisin, ne bënë banalon pas decizion. Çfarë më tepër? Për ditë do vazhdojmë protestën tonë. Dhe nuk na lën. Që në kujt keni gat, filmoni prap, po shkojmë me hi, nuk na lën. Që toka s'na lën. Në makinë policisë nuk na morrin. Gjena për dhënu na morrin me zër. I kanë bën njerëzit marrë si që keni pa edhe vet. Edhe sot kjo protestë nuk do të mbarojë. Protestuesit I kanë bërë thirrje edhe kryebashkiaku të Shkodrës Banet Beci që të ndërhyjë për zgjedhjen e situatës, duke theksuar se disponojnë dokumente ligjore dhe vendime gjyqësore për pronat e tyre. Resorti parashikohet të ndërtohet në zonën bregdetare ndërmjet Ranës së Hedhun dhe Velipojës. Kompleksi sipas projektit do të ketë sipërfaqe rreth 146 hektar, një nga investimet më të mëdha turistike në vend. Të rinj me rezultatet larta po bëjnë gjithnjë më shumë pjesë administratës publike, programet e veçanta synojnë që numri të punësuarve të rritet nga viti në vit duke zhvilluar burimet njerëzore. Ura lidhse për të rinj për të bërë pjesë administratës publike, po kthehet programi kombëtar I praktikave të punës. Në takimin përmbyllës të kësaj thirrje, kreu I qeverisë theksoi se shteti ka nevojë më shumë se kurrë për aftësitë dhe energjinë të rinjve. Jam bërë realisht një besimtar I fort I këtij programi. Dhe keni parasysh që ky program ka punësuar në mënyrë përfundimtare në administratën e shtetit rreth 1600 persona. Po të kesh parasysh që administrata publike në vetvete është një trup jo shumë e madhe. Kreu I qeverisë paralajmëroi dhe ndryshimin në legjislacionin e administratës publike, që pritet të krijojë më shumë mundësi për të rinjt për të bërë pjesë institucioneve dhe kompanive shtetërore. Ne po bëjmë edhe një tjetër riformatim të legjislacionit për administratën publike për të krijuar më shumë fleksibilitet, për të krijuar më shumë mundësi. Ndërkohë, Ministri I Turizmit, Kulturës dhe Sportit Blendi Goxha theksoi se programi ka arritur ndjeshëm numrin e të rinjve që hyjnë në tregun e punës, duke sjellë edhe shifra konkrete. Përmes programit kombëtar të praktikave të punës, nuk po hyn thjesht emra të ri në listë pagesa, po hyn një mendësiere,
600 praktikantë përfituan nga ky program për vitin 2025, duke zgjedhur të japin kontributin e tyre real. Për herë të parë në vitin 2025, puna juaj u çmua edhe financiarisht, si një certifikat e parë, pse jo dinjiteti. Në fund të takimit u palajmërua dhe një projekt i ri qeveritar për nxitjen e punësimit të rinjve me një fond që pritet të arrijë në 65 milionë euro. Segmenti rrugor prej 5 kilometra shëlit qytetin e Ballshit me qendrën në fshatit Gjerbës dhe disa fshatra të tjerë të Mallakastrës është shumë i amortizuar. Banorët e zonës thonë se prej vitesh kjo rrugë nuk ka njohur asnjë investim, duke u kthyer në një problem madhor në përditshmërinë e tyre. Për shkak të gropave, kalimi i automjeteve është bërë i vështirë, ndërsa kjo gjendje rrugës ka ndikuar edhe në shpopullimin e fshatit, pasi shumë familje janë detyruar të largohen. Kryebashkiaku i Ballshit, Qerim Ismailaj, ka bërë të ditur se është bërë një kërkesë Fondit Shqiptar të Zhvillimit për rikonstruksionin e këtij segmenti rrugor, por ende nuk ka një përgjigje. Zonja dhe zotrin, kjo është gjithçka përgatitur për këtë edicion informativ. Unë ju falenderoj për vëmendjen, mirupafshim.